Përshëndetje miqtë mi të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashk në një tjetër edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashk me materialet të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirpo se për çfarë saktë të flasim kësaj radhe, unë ju ftoj të ndjekim bashk kryetitujt. Qyteti ynë i sigurt, udhëtimi magjik në botën e rregullave të trafikut. Elvisi dhe dinozauri mësojnë rreth rregullave të komunikacionit. Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe gjegjës. E tani të dashur miq, erdhi koha për storjen kryesore. Kësaj radhe do të mësojmë bashk për rregullat e trafikut. E pikërisht për këtë arsye, unë jam takuar me disa fëmijë shumë simpatik dhe jemi veshur me rrobat e policëve, zjarfikësve, kemi përgatitur edhe një terren trafiku, edhe për të ushtruar së bashku se cilat janë rregullat e trafikut dhe si duhet ju përmbahemi atyre. Ta ndjekim bashk storjen. Përshëndetje miq të vegjël. Sot do të udhëtojmë bashk në një botë shumë të rëndësishme për të gjithë ne, botën e rregullave të trafikut. A e keni menduar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte nëse makinat, biçikletat dhe këmbësorët do të lëviznin pa rregulla? Do të kishte shumë rrëmuj dhe askush nuk do të ishte i sigurt. Por, fatmirësisht, ne kemi shenjat e komunikacionit dhe rregullat rrugore, të cilat na ndihmojnë të udhëtojmë të sigurt, si në makinë, ashtu edhe në këmbë. Për shembull, kur jemi në rrugë si këmbësor, duhet të kalojmë vetëm në vendkalimet e shënuara dhe të shikojmë nga të dyja anët para se të kalojmë rrugën. Nëse ka semafor, duhet të presim që drita të bëhet e gjelbër, ndërsa për shoferët, ata duhet të respektojnë kufirin e shpejtësisë, të ndalojnë kur drita është e kuqe dhe t'u japin përparësi këmbësorëve në vijat e bardha. Por si mund t'i mësojmë më mirë këto rregulla? Sigurisht duke luajtur dhe krijuar vetë një qytet të vogël. Së bashku morëm stiropor dhe karton për të ndërtuar ndërtesa të ndryshme, shtëpi, shkolla, spitale dhe dyqane, sikur të ishim arkitekt të vërtet. Pastaj, me qese plastike të zeza dhe letër të bardhë, krijuam rrugët dhe vendkalimet për këmbësorët, ku njerëzit mund të kalojnë në mënyrë të sigurt. Por një qytet nuk mund të funksionojë pa shenjat e komunikacionit, apo jo? Kështu që ne përdorëm kartonin për të krijuar shenjën stop, shenjën e kalimit të rrugës për këmbësor, si dhe semaforin me dritat e tyre të kuqe, të verdhë dhe të gjelbër. Apo më tregon mua se çfarë ke mësuar sot? Po më tregon atje të ngjyrat e semaforit. Cila është ajo ngjyratje më së lartë? E kuqe. Kuqe, bravo. Po ajo në mes? Ngjyra E verdh. e verdhë. Po ngjyra krejt atje poshtë në semafor? E gjelbër. E gjelbër, bravo. E çka na tregon ngjyra e gjelbërt? Më nis. Që të nisemi, po e kuqja? Më ndal. Me ndalu, bravo. Më tregon mua se çfarë bëjnë policia atje te rruga. Cila është detyra e tyre? Me na ndalu nëse ne nuk sillemi shumë mirë, apo jo? Më ndal. Më trego mua se çfarë është kjo? Kjo për me bo stopën. Është stopi, kur e përdorim neve stopin? Ja bëjna stop kjo për kështë me marë kështë më hecë. Pas ndërtimit të qytetit ton, erdhi koha për të luajtur role. Disa fëmijë u veshën si policë dhe u kujdesën që të gjithë të respektonin rregullat. Ata përdorën makinat e tyre të policisë dhe ndihmuan këmbësorët të kalonin në mënyrë të sigurt. Por prisni pak. Duket se dikush e ka tejkaluar shpejtësinë. Policia nuk humbi kohë dhe menjëherë ndaloi shoferin e shpejtë. Pas një diskutimi serioz, ata e shkruan një gjobë dhe papritur nisën të kërcenin nga gëzimi.
Me sa duket, të qenit polic nuk qenë ka vetëm punë serioze, por edhe punë me ritëm. Ndoshta herën tjetër, para se të merrni një job, duhet të kontrolloni, a ka muzikë në sfond? E dini çfarë tjetër kishim? Një makinë zjarfikëse. Nëse dikush kishte nevojë për ndihmë, zjarfikësit ishin gjithmonë të gatshëm të ndihmonin. Kështu, të gjithë bashkë ndërtuan një qytet të sigurt dhe mësuam se sa e rëndësishme është të respektojmë rregullat e komunikacionit. A më tregoni ju mua se ku është vendi i duhur që ne me e kalu rrugën të sigurt? Te vijate? Të vijat se janë zebrat. Zebrat. Po, pra, çfarë ngjyre kanë zebrat? Vijat e zebrave? Borë. Ngjyrën e bardhë. Çka është një shenjë që na tregon neve që ne mundemi aty me e kalu rrugën? Si duket ajo? Ajo duket si kërkar. Duket si kjo këto, apo jo? Është një njeri duke kalu rrugën në zebra. Këto janë zebrat, vijat e bardha dhe të zeza, duken si zebra, prandaj e kanë marrë këtë emër. Edhe ky është një njeri që po e kalon rrugën. Çka po na tregon kjo neve? Për na tregon për me kalu. Me kalu rrugën të sigurt, bravo! Dhe tani, miq të dashur, dua t'ju kujtoj një gjë shumë të rëndësishme. Kur ecim në rrugë, duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm. Respektoni shenjat. Shikoni nga të dyja anët para se të kaloni rrugën dhe gjithmonë dëgjoni këshillat e prindërve dhe mësuesve. Sepse vetëm kështu të gjithë mund të lëvizim të sigurt dhe të lumtur në rrugë. E tani të dashur miq, erdhi koha për rubrikën e Xhexhës. A mund ta gjeni përgjigjen? Kam 3 ngjyra dhe punoj në rrugë. Të tregoj rrugën e kam punë. Kur është e kuqe, ndalo dhe prit. Kur është e gjelbër, nisu pa frikë. Kush jam unë? A e din? Semafori. E të dashur miq, rubrika e Fundorës vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Andaj edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. E se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë ju ftoj që të ndjekim bashkë rubrikën e Fundorës.
E tani do të ju shoqëroj rubrika e quizit, cila është përgjigjja e saktë. Nëse shohim një tabel me numrin 20, çfarë nënkupton kjo? Duhet të ndaloni, lejoni automjetet të kalojnë shpejt, duhet të respektohet shpejtësia prej 20 km/h. Duhet të respektohet shpejtësia prej 20 km/h. E tani, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, unë juftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Trafik. Makinë. Shenjë komunikacioni. Semafor. Zebra. Këmbësor. Shofer. Polic. Zjarfikës. E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Qytetërues të fëmijëve. Sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga unë e Dira, miru pafshim. Tëng tëng.